Të nderuar televizionistë, më mbrëmje se keni ardhur në emisionin Ora Ekonomike të Radio Televizionin Ora News me mua Besart Kadian. Siç keni ndjekur dhe nga inserti, sot do të flasim për ekonominë e gjelbër. Për të diskutuar eksakt temën kemi të ftuar zotin Arjan Gaçe, i cili është koordinator projekti në PNUD, programet e vogla të vogla mjedisore. Mbrëmje se keni ardhur. Gjithashtu kemi dhe ambjentalistin e njohur zotin Lavdo Shferun, i cili është aktivist mjedisor. Mbrëmje se keni ardhur. Dhe në lidhje direkte kemi zotin Ened Mato, sipërmarrës ekologjik, dhe zotin Mihal Sila, i cili është prodhues i paneleve diellore. Mbrëmje se keni ardhur zoti Sila. Atëherë një pyetje e cila vlen për mua, vlen edhe për teleshikuesit. Temën e kemi ekonomia e gjelbër. Çfarë është faktikisht ekonomia e gjelbër? Si do ta kuptojmë atë? Atëherë, meqenëse fillon emisioni kuptohet që nuk mund të shpëtojmë atyre përcaktimeve që janë për kufizime që janë paksa koncentrate, por pastaj do kalojmë në shembuj që do të shpjegojmë fatikisht. Ekonomia e gjelbër është një model zhvillimi ekonomik bazuar në modelin e zhvillimit të qëndrueshëm. Dhe kuptohet pastaj duhet shpjegohet çfarë është zhvillimi i qëndrueshëm. Gjithashtu modeli ekonomia e gjelbër është një model ekonomik e cila bën një vlerësim direkt të vlerës ekonomike të shërbimeve që jep ekosistemi dhe të kapitalit të shoqëruar kapitalit natyror. Tani kuptohet që thashë është diçka mjaft e koncentruar, por po qëse e quajmë të arsyeshëm, mund t'japim disa shembuj për ta bërë më konkret. Patjetër, mund të fillojmë me shembuj dhe ta bëjmë më të prekshme edhe. Zhvillimi i qëndrueshëm. Zhvillimi i qëndrueshëm është një mënyrë të jetuari, le të themi, kur ti ke një depozit në bankë dhe ti jeton vetëm duke konsumuar interesin e depozitës. Pra, ti nuk e prek depozitën, por konsumon interesin. Paralelizmi në këtë rast është që kapitali natyror mbahet konstant dhe neve konsumojmë vetëm atë pjesën, domethënë që neve krijojmë vazhdimisht. Pra, po qëse neve ashtu si një depozit në lek, po qëse neve arrim të jetojmë mbi aftësinë që na jep konsumi i interesit, atëherë kuptohet që vlera e depozitës vjen duke zvogëluar, edhe vlera e kapitalit natyror vjen duke zvogëluar, në moment caktuar do jetë zero. Zhvillimi i qëndrueshëm thotë që kapitali natyror mbahet konstant. Pastaj tek pjesa e dytë asaj që thash, që ka të bëjë me vlerësimin ekonomik të shërbimeve të ekosistemit, ka të bëjë pikërisht me faktin që për shembull le të themi një pyll, le të themi, nuk është se jep vetëm të ardhurat, po ose pritet le të themi, nuk është se jep vetëm të ardhurat për drurin që prodhon, po ka dhe shërbime të tjera. Le të themi, për një rast më konkret, le të themi, Policia e Bashkia e Tiranës, le të themi, ndërton një lulishte apo rregullon një lulishte në bilancin e saj, nuk duhet t'japet vetëm minuset, le të themi, që kanë bëjnë me investimet që ka pasur për mbjelljen e pemëve ose për ato përmirësimet infrastrukturore, por ka edhe një kolon, le të themi, me pluse që ka të bëjë dhe jepet pikërisht ekonomia e gjelbër mundohet që t'i japë një vlerë monetare, një vlerë financiare dhe pjesët, le të themi, që ka të bëjë me kënaqësinë që kanë qytetarët duke frekuentuar lulishten. Le të themi, vlera e pronave që janë rreth një lulishte gjithashtu rritet, po qëse lulishte, le të themi, është një ambient cilësor. Vlera e bizneseve që janë vërtet lulishtes. Ajo shërbime që ofron lulishte në formën e mirëqenies së qytetarëve, në formën e pastrimit të ajrit. Për gjitha këto, ekonomia e gjelbër mundohet që t'i fusin në për ato le të themi librat e balancave e vlerësimeve. Pra mos po kthej vetëm në vota, themi, kur vi koha e zgjedhjeve, por po kthehet edhe në bilanc fundfare. Për ta vazhduar këtë shembull, është bërë një studim nga Komisioni Evropian në Katalonja të Spanjës, në Bregdet, dhe është konstatuar që nga valorizimi që është bërë i ekosistemit, i brezit, të pyllit, aty rezulton që vlera është $80.000 për 1 hektar. Dhe përtej kësaj vlerës drusore apo gjuetisë, mund merren konsiderat vlerësohen edhe efekte tjera. Për shembull, freskia që sjell në qendrën e banuar për afër saj, duke reduktuar temperaturën, në të kundërtën që betoni do ta shtonte, kjo e ul temperaturën, që do të thotë më pak kondicioner për të përdorur, më pak energji e kështu me radhë. Dhe e kundërta, pret erat e ftohta të dimrit, si një barierë që pret. Pra gjitha këto vlerësohen, konvertohen në vlerë. Dhe kjo është
tashmë një domosdoshmëri për të futur në kalkulimet ekonomike. Gjë që deri tani mungon, madje edhe në vendet e zhvilluara mungon. Pra ose ndryshe që quhen eksternalitete, që duhen internalizuar, domethënë në shqip domethënë të futen faktorët e jashtëm të konsiderohen në vlerësimin e ekonomi që bëhet për çdo projekt të mundshëm. Kjo totalisht mungon aktualisht, por është domosdoshmëri që duhet futur. Se ka të bëj jo vetëm me anë ekonomike thjesht, me rritjen ekonomike që të jetë reale, por edhe me ruajtjen e këtyre pasurive. Pyetja është e tillë që për 20 vjet Shqipëria ka patur rritje të prodhimit brendshëm bruto në vit, që do thotë thjesht vlera e madhe e shërbimeve në çdo vit është rritur nga viti në vit për 20 vjet. Themi 6% dhe jemi të lumtur. Çfarë do thotë ekonomia e gjelbër? Pra ekonomia e gjelbër do thotë që përveç kësaj rritje të prodhimit brendshëm bruto ne të përfshijmë ndoshta edhe kostot mjedisore për të parë realisht se ku jemi? Duhet korrektuar, pikërisht, domethënë, duhet ka një faktor korrektimi të prodhimit bruto, duhet korrektuar, por kjo është teorie, le të themi. Kemi parasysh që asnjë vend botë mos e diun tash nuk e bën këtë gjë, Kështu që vazhdon të ngjelet GDP-ja si tregues kryesor i rritjes ekonomike, por mesazhi që jepet aktualisht edhe konferencës së Rios, mbas 20 vjetësh, që shumë e konsiderojnë një dështim Rios të 92-shit, 20 vjet më përpara, pra qeverit nuk kanë pasur atë vullnet për ta konvertuar në praktik parimet e mëdha që shtroi Rio para 20 vjetësh. Edhe ka dyshime dhe skepticizëm që përsëri në Rion që mbahet mbas 2-3 javësh, nëse do të kemi vërtet hapa konkret drejt një zhvillimit qëndrueshëm, drejt ekonomisë gjelbër, apo do të ngelemi përsëri në nivel cinizmi që kjo është bërë mburje, lavdërime, apo dhe qarje kolektive që sa keq është situata dhe është nevoja që duhet transformohet ky sistem që ekziston sot. Pra është ky rrezik aktualisht dhe mendojmë që në këtë konferencë të madhe botërore, se nuk ka një zgjidhje tjetër, veç edhe pse ne kritikojmë politikën, shpesh është politika ajo që do marrë vendimet e do të fusin në ulli edhe korporatat që janë ndocit më të mëdhej. Kështu që shpresojmë shumë që të ketë një ndryshim të madh në konferencën e Rios aktualisht, edhe mendoj që edhe këto emisionet media ndikojnë jashtëzakonisht në këtë gjë. Më lejo të them edhe diçka që të paktën pavarësisht se rritja ekonomike është tregues kryesor i zhvillimit, vazhdon të jetë e tillë, shumë vende kanë filluar dhe modifikojnë dhe përdorin dhe tregues të tjerë. Domethënë qoftë në mënyrë fakultative jo të detyrueshme, kurse këtu ke ne akoma vazhdon vetëm të përmendet edhe që përmendet ju nga institucione të tjera, nga Banka e Shqipërisë, nga Banka Botërore, vazhdon të përmendet rritja ekonomike, GDP-ja, u rrit kaq %. Ka një koncept madje këtu që thotë ndoshta ka nevojë për një derritje ekonomike, pra ta minimizojmë konceptin e rritjes ekonomike dhe të japim vlerë aseteve, resurseve të mëdha që ka vendi. Pra, do të thoya që të paktën ka disa shkallë, po për shembull në rastin që ne po flasim, ne nuk po kërkojmë që ne vetë kishim rritje më të vogël ekonomike, por le të themi vlera e raportuar do ishte korrigjuar dhe me dëmin që është shkaktuar. Pra, nuk është se po thuhet le të themi që rritja ekonomike që ka qenë le të themi për sa përket pjesës të produktive, vlerës shtuar, le të themi, të ketë qenë, nuk është se ajo do ulesh në vetvete si prodhimtari e ekonomisë gjatë këtyre viteve, po thjesht duhesh që të kishte llogaritur edhe këto kostot. Dhe këtu do doja ndaloj thoya diçka, për arsye sepse ky përfshirja e këtyre kostove, pra u nënkuptua aty që kur neve kemi raportuar këtë rritje, ka pas kostot të mshefura brenda. Dhe këto kostot mshefura, le të themi, këto i kalohen, të akumulohen dhe i kalohen gjeneratave që vijnë. Ose të tjerëve. Dhe këtu është një element shumë i rëndësishëm i ekonomisë gjelbër që është ajo që quhet barazia sociale, sepse ekonomia gjelbër gjithashtu është një ekonomi shumë demokratike. Për arsye sepse në rast se le të themi nuk merren parasysh këto kosto le të themi të një biznesi, dhe këto dëme nuk merren parasysh, atëherë ndodh që në moment të dytë pasaj shoqëria, shteti, duke përdorur ato taksat e mbledhura nga individët, përdor këto të ardhurat të komunitetit le të themi për të korrigjuar këtë dëm që shkaktuar individi, dhe kjo është përgjithsisht jo demokratike. Paparimi i famshëm që ndodh si paguan
përveç se drejtësisë, le themi, në vetvete ka dhe një element shumë të mirë për sa përket barazisë sociale. Kjo është një element shumë i rëndësishëm në themi kësaj gjëje. Absolutisht po. Doja të shtoja këtu në konceptin në radhë parë të ekonomisë i gjelbër edhe faktorin social. Pra nuk mund të ketë një zhvillim, nëse GDP është rritur dhe mirëqenia e komunitetit, një shteti. Ka faktikisht një indikator që përdoret indeksi i zhvillimit njerëzor që përdoret dhe Banka Botërore. Ku po edhe një visi besoj në këtë. Absolutisht po, por këto janë marginale, janë kështu dekorative, ajo që qeverit matin sukseset e tyre vazhdon të jetë rritja ekonomike, GDP-a. Gjë që absolutisht duhet hequr dorë dhe kjo është një thirrje që bën të paktën në institucione prestigjioze përfaqësues të shoqërisë civile në Rion Plus 20 që të hiqet dorë nga ky koncept edhe të hiqet dorë njëre mirë, të ketë një vendim të prerë për këtë gjë. Padyshim, por kjo do vi ndoshta në kohë në Shqipëri, pra do merret vendimi në Rio në nivel global dhe më pas mund të vinë në Shqipëri. Por pyetja është në konkretisht në Shqipëri, politik bërësit në Shqipëri, por edhe qytetarët. Sa koeshent janë për ekonominë e gjelbër, sa e pranojnë idenë që nuk mjafton vetëm rritja ekonomike, por janë edhe faktorët e tjerë që duhet marrë parasysh. Disha të them edhe një herë kjo ana sociale. Ju e përmendet edhe në insert dhe ju thatë që kjo krijon edhe mundësi për rritje të punësimit. Pra, ka shumë të fuqishëm dhe nuk mund quhet një ekonomi e gjelbër nëse nuk sigurohet një barazi shoqërore që është domosdoshme, nëse rritet varfëria e kështu me radhë. Pra, është pjesë integrale, një nga kolonat kryesore të zhvillimit qëndrueshëm ose të ekonomisë gjelbër që tani po tentohet të bëhen sinonime, është edhe barazia sociale krahas ambientit dhe ekonomisë, tre faktorët lidhur së bashku që japin atë esencën e zhvillimit qëndrueshëm. Në Shqipëri tani nëse vim terrenin shqiptar për padyshim që ka rritje ekonomike, edhe nëse imagjinojmë një konvertim me mjedisin, por nëse vazhdohet me këto ritme të shkatrimit, që po ndodh realisht në vend, të çfarë lloji janë? Ka mundësi që në gjeneratat e ardhshme, kur edhe rritja ekonomike do të zhvlerësohet si tregues, ne mund dalim zbuluar. Për arsye se ne, siç e dim tashmë është përmendur disa herë, kemi një situatë vërtet shqetësuese për mjedisin në tërësi, që mund të konvertohet nëse bëhen studime në efekt të pastër ekonomik. Mund të përmend vetëm një shembull që të gjithë tani e dim nga lajmet që sëmundshmëritë janë rritur, respirative, kardiovaskulare, obeziteti, deri kanceret kanë ritme të shpejta. Atëherë lind pyetja, ti rritesh ekonomikisht, ke rritje 6% çdo vit dhe ke sëmundshmëri dhe mirëqenie më të dobët, domethënë në kuptimin që edhe ajo është kosto sociale, se kjo smundje kërkon nga asiguracione, shtesë kështu me radhë. Kështu që akoma ne nuk e kemi. Këto nuk janë të matura në Shqipëri, kostot ekonomike të ndodhjes së ambientit nuk janë akoma të mbartur. Absolutisht nuk ka. Më thuaj ti mua gjithë këto projektet mëdha që janë bërë, fizibilitetet nga vepra të ndryshme, fabrikat e çimentos që janë bërë, nëse ka ndonjë që llogaritse sa është sëmundshmëria në zonat përreth dhe çfarë efekti ka kjo, atëherë të ligjem unë. Ose në Vlorë, petrolifera, teci, çfarë efekti ka në mjedis, në kosto sociale, nuk ka. Unë kam parë studimet e Bankës Botërore, nuk ka konvertim kosto sociale. Unë do isha kurioz le themi sidomos se ajo maja le themi, ajka le themi e inteligjencës zakonisht është në për këto institucionet le themi në universitetet. Do isha kurioz dje në rast se Universiteti i Ekonomisë apo një nga Universitetet e Ekonomisë Shqipëria a ka apo s'ka në një diplomë qoftë nivelit të doktoraturës, aty unë gjëja e parë që do kërkoja, do priset do ishte aty. Me fjalë, dhe pastaj do prisja më vonë masë tek institucionet le themi të institutet të statistikës le themi, apo këto institutet e mbrojtjes së shëndetit publik. Për kuriozitet nuk e di domethënë, nuk e di kë mund të pyesem ose kush mund na thotë, domethënë nëse një nga universitetet shqiptare ka në një tezë kërkimore pikërisht për këtë. Nëse se kanë, do të thotë që për mendimin tim do jemi çik i hidhur, domethënë që gjithë inteligjenca kolektive, akademia, domethënë është çik gjunaf që nuk
nuk do kishte gjeneruar pikërisht një Kjo është shumë e vërtetë, por tillë. ka edhe një problem besoj që vetë si frym ekonomia e gjelbër është e re dhe për vendet perëndimore, jo më Shqipëria. Pra ne jemi akoma ne jemi besoj si shoqëri të gatshëm të pranojmë një dëm më të madh mjedisor për hir të zhvillimit ekonomik, për vetë faktin që jemi të varfër. Dhe jam i sigurt që zoti Mato mund na pranoj këtë tezë me idenë e të rinjve që pranojnë më shumë dëshirën për një makinë sesa për një biçikletë, apo jo? Absolutisht. Një nga gjërat që po mendoja kur po vinim këtu është përveç kaosit të makinave në qytet është ngelet në ekonomia e gjelbërt, ngelet një thirrje e fundit e gjithë ambientalistëve drejtuar një target grupi shumë specifik, që realisht janë ato që kanë në dorë fatet e planetit apo e shtëpisë tonë përbashkët. Bëhet fjalë për një thirrje që i drejtohet korporatave, sipërmarrjeve, të gjithë atyre ekonomive, të cilat ndikojnë pjesën më të madhe të burimeve natyrore. Është një thirrje shumë specifike. Shpesh thirrjet e ambientalistëve shkojnë në vesh të shurdhët, për sa kohë që nuk i drejtohen një grupi specifik. Ekonomia e gjelbërt në këtë rast është shumë specifike dhe teknike për sa i përket argumentimit edhe nga ana financiare edhe nga ana e qëndrueshmërisë. Më e thjesht akoma është më pak CO2. Dhe argumenti më i fortë që jepet në këtë gjë është që CO2-shi ka një çmim të tillë që do të mbulonte gjithë investimet për energji të pastër. Nga ana e financave, kjo duhet t'i mbushte mendjen shumë korporatave apo sipërmarrjeve që të shkonin drejt energjisë të pastër dhe drejt këtyre si thua ekonomisë gjelbër. Por ndodh gjithmonë e kundërta. Ndodh ajo që korporatat që kanë dorë fatet në mënyrën se si shfrytëzojnë burimet natyrore dhe mënyrën se sa kujdesen apo nuk kujdesen për mjedisin, shohin shpesh gjithmonë vetëm financat. Ka shumë pak sipërmarrje apo korporata që janë ndërgjegjshme qoftë për pjesën mjedisore, qoftë për pjesën sociale. Dhe kjo normal që do jetë pak e pritshme në Shqipëri që të ketë një revolucion, sepse Shqipëria ka një pjesa më e madhe, qoftë baza, qoftë mesi, qoftë pjesa e sipërme, ka një kulturë mjedisore që është në fiet perit që bën dallimin midis qytetarit apo jo qytetarit. Shohim mes Tiranës njerëz që hedhin kanoçe nga dritarja makinës dhe si u bën përshtypje njerëzve të tjerë rrotull. Kështu që është një kulturë që vjen nga familja, kalohet brez në brez, krijon një formë të tillë që të ndërgjegjësosh edhe qytetarët, edhe ata që kanë dorë fatet e sipërmarrjeve apo korporatave këtu në Shqipëri, po më gjerë. Edhe njëri kthehem asaj që ekonomia e gjelbër nuk është koncept i ri, vjen nga zhvillimi i qëndrueshëm, por në këtë rast i drejtohet një grupi shumë specifik me argumenta shumë specifik. Nuk është më një gjë e përgjithshme që ambientalistët e bëjnë shpesh, që bëjnë thirrje të përgjithshme që i drejtohet gjithë banorëve të planetit. Në këtë rast i drejtohet disa banorëve që janë më të fuqishëm, që kanë dorë fatet e këtij planeti, dhe jo argumentohet shumë qartë, shumë specifikisht që këto janë përfitimet financiare që atyre ju intereson shumë dhe pastaj ato pasojat e përfitimeve mjedisore dihen dhe janë pafund. Në Shqipëri është e vështirë të gjesh një terren, qoftë poshtë, qoftë mes, qoftë lart, që ta mbështesi këtë iniciativë, sepse thamë që mungojnë gjëra më prioritare, që është kultura e përgjithshme mjedisore, mungon një lloj mbështetje, sepse dhe jashtë kjo gjë nuk është se ndodh sot për nesër. Dhe jashtë kjo gjë ka i politik, ka një subvencionim, ka masa mbështetëse, nxitse, nuk është se ndodh spontanisht. Mendo tani në një komunitet Tiranës të hysh me idenë e ekonomisë green apo disa koncepteve tjera me idenë që do kesh sukses. Nuk është që ndodh sot për nesër dhe ka një gjë akoma më të rëndësishme që realisht, ajo që ka ndodhur dhe në vende tjera, do me thënë projektet e ekonomisë gjelbër në Indi apo në vende tjera me çaj, po ta krahasosh me impaktin që kanë këto projekte që janë shumë pozitive, modele që duhen zhvilluar dhe imituar dhe në vende tjera, me një vendimarrje të një kompanie, qoftë Chevroletit apo një kompanie tjetër që prodhon makinat, që motorin e makinës nga 2000 kubik ta çojë 4000 kubik, atëherë ndikimin që ka ky shembull pozitiv me ndikimin që ka rritja e këtij motori nga 2000 4000 kubik janë një 5000 hiç. Gjurma që lë ai dhe vendimi i atij për të bërë këtë lloj biznesi apo këtë lloj vendimarrje shkatron shumë më tepër se ç'mund të riparojë ky projekti apo këta banorët në një komunitet, qoftë Shqipëri, qoftë në Indi, qoftë në vende tjera. Prandaj ngelet një thirrje e fundit dhe ndoshta thirrja më si thua specifike dhe dëshpëruar ambientalistëve që ju që keni këto gjëra në dorë, hajde tani dhe
argumentat financiare janë këto, argumentat mjedisore janë këto dhe pjesa sociale shumë pak. Vetëm diçka, ti po përmend gjithkohon me idenë që çfarë politik bërës apo këta që kanë gjëra në dorë, po edhe ne vetë si individ kemi diçka në dorë apo jo? Absolutisht, po atë po thoja që pare që një vendim i joni apo një komuniteti për të sjellë disa modele pozitive me një vendim të një korporate për të bërë një ndryshim është shumë më i madh dhe shumë më i ndikueshëm, sepse në fundit në gjithë shtëpitë madhe që jemi, gjithë to banor, 10% vendosin shumë nga ana e mënyrës se si shfrytëzojnë burimet natyrore, si e kanë dhe e zhvillojnë biznesin e tyre, domethënë me gjurmë mjedis apo me pak ndërgjegje mjedisore, apo në të kundërtën. Është shumë si thua utopike që tani të mendojmë që gjithë sipërmarrjet do fillojnë të ndërgjegjësohen nga punët e gjelbra, nga ekonomia gjelbër, do tërhiqen nga ky, qofse nuk i jep si thua ato arsyet financiare dhe që janë dhënë dhe nëpërmjet konceptit të zhvillimit qëndrueshëm, po që këtë herë janë më specifike dhe janë drejtuara, do të gjithë flasin për punë gjelbra, po ka shumë sipërmarrje, shumë korporata që nuk kanë interes për ta punë gjelbra. Padyshim, konkretisht në Tiranë, ti po ke hapur një biznes sipërmarrje ekologjike, ta quajmë, që ofroni shërbimin e biçikletave, besoj qytetarët e Tiranës e kanë më re, Ekovolis. Po mundohesh pak a shumë të ndryshosh ose të thyesh barrierën ose kulturën që u futën 20 vjet në Shqipëri për të patur detyrimisht luks dhe makinë. Sa e vështirë ka qenë fillimi, si po e arrini, si po shihni trendin? Është një kulturë që ka ekzistuar, u ndërpre mbas një farë kohe dhe tani po e risjellim. Dhe është shumë më e vështirë se si ta ndërtosh nga e para. Ky problem është në ndërgjegjësimin e komuniteteve, ky problem është në ndërgjegjësimin e politikanëve, ky problem është në ndërgjegjësimin e sipërmarrësve, ky problem është, si thua, problemi numër 1, që është një lloj ndërgjegjësimi për vlerat dhe për rëndësinë, dhe që është një luftë e përditshme dhe nuk ndodh kështu në qindrat e sekondës. Dhe koncepti i ekonomisë gjelbër që po katapultohet tani është një gjë që është përgatitur prej kohësh, po lançohet si një thirrje e mirë studiuar dhe nga ana financiare, por nuk është se po priten efekte dhe në vende shumë më të zhvilluara si Australia apo vende tjera, nuk është se po marrin mbrapsh atë gjë që kanë investuar. Domethënë, si thua, këtë investim mjedisor që kanë bërë dhe qeveritë dhe njerëzit dhe komunitetet dhe organizatat. Domethënë, është një gjë që hecet me hapat ngadalë, është e qëndrueshme afatgjatë dhe kjo është argumenti i fortë që e bën një gjë që ja vlen të besojmë edhe të investohemi, por është një gjë që nuk ndodh, si thua, vetëm nga dëshira e organizatave ambientaliste apo e ambientalistëve, por ndodh një përpjekje përbashkët në gjithë aktorëve në shoqëri. Sidomos me komunitetin dhe qeveritë lokale dhe qeveritë më sipër. Zoti Sila, ti drejtojmë zoti Sila, i cili është sipërmarrës dhe prodhues i paneleve diellore, e cila është të hyn tek energjitë e rinovueshme. Çfarë vini re ju? Ka kërkesë për panele diellore në Shqipëri dhe për çfarë i përdorin qytetarët? Me mbrëma. Ju urojmë faleminderit për ftesën në studio, për të thënë disa fjalë modeste në lidhje me energjitë e rinovueshme dhe kryesisht me mënyrat e sigurimit të ujit të ngrohtë për familjarët. Unë do të fokusohem një çik më shumë ke energjia e gjelbërt, por ke ajo pjesë e energjisë e gjelbërt që shfrytëzohet për ngrohjen e ujit. Pajisjet të cilët çojnë në ngrohjen e ujit janë të ndryshme, por ajo që është kryesore është sepse pajisjet që neve ofrojmë qytetarëve dhe i përpunojmë ato, krijojnë një mjedis goxha të këndshëm, ekonomik, ekologjik dhe shëndetësor. Unë këtu përpara kam një skemë të cilën kamera mund ma fokusoj dhe themi mënyrat për sigurimin e ujit të ngrohtë. Në të djathtën time shifet mënyra e komplikuar ose e sigurimit të ujit të ngrohtë. Këtu sipër janë mënyrat e gjenerimit të energjisë elektrike, të cilët tradicionalisht janë tecet ose termocentralet, energjia e hidrocentraleve dhe ajo bërthamorja. Më poshtë neve kemi mënyrat e transmetimit të energjisë, që janë ato telat e zakonshëm, kemi pjesën e transmetimit ose shpërndarjes, dhe më fund e gjithë kjo energji me gjithë të kosto mbaramendse përfundon në një dush, në një ujë të ngrohtë për dush apo për ujë sanitar.
Dhe në krahun e majt të timin kemi një diell i cili na fatmirësisht si një vend mëdhëtar që jemi, na ndriçon pothuajse çdo ditë dhe me pajisjet që proponojmë neve, të cilët janë të dy tipeve, me sistemet me pompë dhe ato pa pompë, dhe në fund çojnë në përpunimin e ujit të ngrohtë ose prodhimin e ujit të ngrohtë. Vitet e fundit ka një ndërgjegjësim goxha të arritshëm në drejtim të qytetarëve në lidhje me përdorimin e pajisjeve të ujit të ngrohtë ose atyre që nevojtojnë panele diellore për ngrohjen e ujit. Interesim kanë kryesisht njerëzit që vinë nga emigracioni, kryesisht nga Greqia, meqense atje përplasen në mënyrë të vazhdueshme për efektet që sjell uji i ngrohtë nëpërmjet prodhimit paneleve diellore. Atëherë kthehemi edhe një herë ke pjesa e biznesit apo ke punës time. Pse ne kërkojmë të proponojmë panele diellore për ngrohjen e ujit Made in Albania? Arsyeja është shumë e thjeshtë. E para, të kursejmë energji elektrike, të mbajmë një ambient të pastër, të stimulojmë ndjeshëm prodhimin, nxitjen e punësimit e armatës së të rinjve, të cilët edhe do të edukohen, por edhe do të ulin ndjeshëm kostot e prodhimit. Për të prodhuar panele diellore, teknologjitë tashmë njihen, duhet pak kurajo dhe ato duhet kalojnë. Në qoftë se neve përdorim panele diellore të importit, nuk bëjmë gjë tjetër, veçse kemi rritur ndjeshëm koston dhe vlerën e shlyerjes së investimeve tona. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Një panel, mos ma marrin për keq, i prodhuar jashtë shtetit ka një kosto fillestare dhe ai që i prodhon fiton diçka, do të transportohet, të cilët ky transport përsëri ndot ambientin dhe më së fundi do të vijë në zinxhirin apo në pjesën e Shqipërisë në të cilën do të punohet dhe do të prodhohet. Pa dashur të them këtu, ne punojmë me teknologjinë e fundit gjermane, e cila është mbështetur kryesisht në adsorbusit selektiv. Nuk do të thotë që i përdorim vetëm neve, por i përdorin edhe të tjerë në drejtim të prodhimit të ujit të ngrohtë. Prandaj neve shikojmë interesimin e prodhimit paneleve diellore Made in Albania në drejtim të nxitjes së punësimit, në drejtim të nxitjes së asaj industrie mekanike tashmë të falimentuar, e cilët me pak kurajo dhe mund të rivehet në punë. Të prodhosh panele diellore, për mendimin tim, duhet thënë kështu. Së pari duhet jetë shteti moderatori kryesor ose nxitësi kryesor. I dyti, do të jetë arkitektura ose arkitektët, të cilët me projektet e tyre të bëjnë të mundur të zbukurojnë ndërtesat dhe të heqin në dorë nga ato fasada marramendse me xham, të cilët nuk kanë eficiencë, por përkundërsi, ashtu siç thoshte një student austriak, që ne në Shqipëri ndërtojmë sera dhe blejmë kondicionera për t'i freskuar apo për t'i mirëmbajtur ato. Që pra do të kostoj lartë. Ndërkohë në një studim që kam parë, më thuaj ku një bojler elektrik i zakonshëm konsumon rreth 3200 kWh në vit, ndërsa një bojler i lidhur me panel pikërisht diellor do të shpenzojë afërsisht 1900 kWh në vit, pa duke përgjithësuar konsumimin energjisë elektrike brenda vitit, që do thotë kursim besoj i madh për çdo familje nëse përdor panel diellor apo jo. Nuk shkon shumë, 40 deri në 60% të gjithë faturës vjetore. 40 deri në 60%. 40 deri në 60%. Kjo është e vërtetuar nga të gjitha llojet e vëzhgimeve tona, por unë do të përmend sa diçka, ka studime për proponimin për prodhimin e eficiencën e paneleve diellore dhe konkretisht është një studim në Universitetin Politeknik, që dikush një grup inxhinierësh, po janë drejt një doktorature për sasinë e eficiencës së paneleve diellore. Por kështu duhet përmendur edhe një përmirësimi i zinxhirit të furnizimit me energji me panele diellore, një projekt i PNUD-it, i cili me hapa modeste, por po e shtrin dal nga dal pjesën e vetë të
përmirësimit të... Mund të ndaj një pyetje dhe do kthejmë sërish në studiet të ftuarit. Besoj janë të interesuar dhe teleshikuesit. Sa kushton një panel diellor themi për një familje, nëse do të investoni dikush? Disa çmime. Pse do të them disa çmime? Ka nga ato që prodhohen këne dhe janë më të lirat, arsye shumë e thjeshtë, sepse krahu i punës është i lirë, e para, e dyta, pra krahu i punës është i lirë, eficienca është e lartë, ndërsa kur ato vinë nga importi, kanë transport, kanë krah të punës së shtrenjtë, pavarësisht nga pak mjete më moderne që ato mund të kenë krahasimin. Po, më ndihmo me çmimin. Këne është 600 deri në 700 euro një sistem i montuar, ndërsa i ardhur që andej është rreth 900 deri në 1000 euro. Pra me 600 euro një familje, mjafton për një familje që të ketë një panel diellor, të sigurojë ngrohje të ujit, 200 litra ujë me 4 metra katror selektiv. E kuptoj. Faleminderit. Janë parametrat bashkëkohor të cilët ofrojmë neve. Të faleminderit, po. Faleminderit, është diçka teknike le të themi, po e rëndësishme është koha e veçlyrjes panelit. Ajo është thelbi i gjithë gjës, domethënë. Edhe koha veçlyrjes panelit ka disa variabla, ka një nga variablet është le të themi kosti i panelit, një variabël është çmimi i energjisë elektrike, dhe një variabël tjetër është se sa do përdorje, se sa intensivisht përdoret paneli. Sa më intensivisht përdoret paneli, aq më shkurtër është koha e veçlyrjes. Dhe një program i PNUD-it që përmendi dhe zotëria aty, ka dhe një aplikacion online që quhet, që mund të shkosh të futesh këto variable të themi të familjes, se sa numër familje, dhe të jep edhe kohën e veçlyrjes. Domethënë janë gjëra të tjera, kuptohet, nuk është se është në një shkencë e madhe. Kjo është tek websajti zyrtar i websajti nëpërmjet websajtit zyrtar të PNUD-it mund të merret lidhja në projektin e promovimit të energjisë diellore. Pra çdo familje mund të hyjë tek ky websajt të gjejë informacionin këtu. Pra, një familje me dy persona, le të themi, po që se bën një investim të madh me një panel që është le të themi me një kapacitet më të madh se sa duhet, edhe kosta e veçlyrjes është më e madhe. Këtu del një diçka që e përmendi dhe Mihali, natyrisht koha e veçlyrjes, po është investimi fillestar që është frenues. Ndërkohë është evidente që është eficiente, është efektive, se kursen 30-40% e energjisë. Dhe në një vend si Shqipëria, është me potencial të madh të energjisë diellore, madje një profesor Instituti Meteorologjisë sot ne kemi më shumë diell edhe se vende tropikale, për faktin se kemi ndriçim më të madh, kemi më pak ditë me re, që ndodh mbas ditën në tropik. Duhet të ishin 120 ditë të plota me diell në Shqipëri. Është më shumë, është rreth 250 atë. Të plota diell. Nuk do rrezikoja dot shifra, domethënë, po ditë me diell që konsiderohen. Domethënë ka studime të ndryshme, po është tepër evidente fakti që është një investim me eficiencë ekonomike. Tani e tha dhe Mihali, ndërhyrja e qeverisë është e para. Pra, a kemi ne një politikë për ta inkurajuar këtë gjë? Nuk e kemi. Në Gjermani janë 81% e investimit të fuqisë energjetike vjen nga energjitë e rinovueshme. 81% nuk është pak në këtë 10 vjeçar. Dhe janë hapur me qindra e me mira vende pune në një vend ku edhe energjia diellore është kryesore, nëse secili që mund të ketë udhëtuar, sidomos në Gjermaninë e Jugut, edhe në Austri, në këto vende, në çdo 2-3 shtëpi një do ta shikosh me panel fotovoltaik, jo vetëm për energji për të prodhuar ujë të ngrohtë, por për energji për të mbajtur gjithë familjen me energji elektrike. Pra ndriçim televizor gjithçka. Ndërkohë kur ne në Shqipëri mund të kemi 2 deri 3 herë rrezatim më të madh diellor se sa vende të tilla. Me njerë do thonë oponentët është kostoja e lartë, investimi fillestar. Tani, çështja është që ne nuk kemi një studim, që tha dhe Ariani, që shohim çfarë eficiencë ka, të ta analizojmë më në thellësi, më në plan afatgjat, dhe jo vetëm në pikpamjen e kostos fillestare të investimit. Pra, dhe këtu dalim ka ajo tjetra, ne duhet kalkulojmë edhe ato faktorë që i injorojmë tashmë,
për shembull nëse prodhohet siç ishte plani gjigant që vazhdon të jetë plan për instalimin e një termocentrali 1600 mega në Durrës, ndërkohë kur gjithë Shqipëria prodhon 1400 mega energji elektrike, që ishte edhe për eksport në Itali me qymyr, duhet llogarisim edhe çfarë efekti ka ajo, kosto sociale, domethënë gjë që ajo që e tham që është shumë e rëndësishme, që nuk llogaritet se çfarë ndoti prodhon, sa efekton turizmin, sa afekton bujqësinë, ku hiten mbeturinat, sa afekton menaxhimin e mbetjeve të hirit e tjera. Këto gjëra po të kalkulohen, del që ne jemi shumë larg asaj që themi zhvillimi i qëndrueshëm e ekonomisë gjelbër. Edhe në botë, mund të them të përmend një shifër këtu është shumë e rëndësishme që edhe pse qeveritë e ndryshme flasin për energji të rinovueshme, flasin për zhvillim qëndrueshëm, bile flasin shumë, jashtëzakonisht saqë po ky term po bëhet po degenerohet, domethënë ky term i zhvillimit qëndrueshëm, nga që përdoret tepër jashtëmase, janë rreth $1 trilion në vit që subvencionohen sektor ekonomik që bazohen në fosilet, në bazohen në kimikate, që bazohen në organizme modifikuar gjenetikisht, subvencionohen, pra që janë kundra linjës së ekonomisë gjelbër. Dhe kjo ndodhet edhe në Shqipëri, në mënyrë ose në një tjetër. Ne nuk shohim këtu deri më sot ndonjë politikë që të favorizojë ato që quhen ekonomitë të gjelbër. Madje unë jam kritik edhe në këtë këndvështrim, ose më saktë kam qenë kritik tani jam inkurajues për energji që po instalohet në Shqipëri nga hidrocentralet, edhe kjo pse ka disa kufizime që duhen marrë në konsiderat në vlerësimin e ekosistemit mjedisit, por ne kemi neglizhuar për shumë vite çështjen e energjisë gjelbër, të energjisë konkretisht nga hidrocentralet, nga uji, që është një pasuri e jashtëzakonshme dhe Shqipëria për 20 vjet nuk është marrë me këtë çështje, vetëm tani ka filluar të merret. Ne mbrapsh nga gjithë bota, mbrapsh nga Rio 92-shit, sumorën fare ne filluam me Tece, me Tecin e Vlorës, me Tecin e Porto Romanos, tani së fundi fatmirësisht ka një edhe politika, një vullnet çik më të dukshëm për shpresojmë të vijë në funksion sa më shumë aq më shpejt. Energji e erës, energji e ujit, meqense me problemet që kemi në Shqipëri, është çështje tjetër ajo, po që ka një ndërgjegjësim, në fakt që është pozitive. Do shpresojmë që edhe ky emision t'i bëjë qytetarët paktën koshient për rëndësinë e energjisë rinovueshme dhe për panelet diellore që zoti Mihali e shpjegoi mjaft mirë. Më lejo të bëj edhe një koment se desha të ndërhyj dhe aty, po. E përmendi dhe Edi dhe Mihali, domethënë çështjen e ndërgjegjësimit edhe juve këtu në këtë synoni në këtë pikë. Por unë besoj fort që qofse ne si vend duhet të ecim drejt një rrugë me zhvillim qëndrueshëm, pra drejt ekonomisë gjelbër, është një term që duhet lakuar tani, se është relativisht term i ri. Ne duhet kemi në radhë parë në vëmendje politikat kombëtare që aplikojnë politikë bërësit dhe vendimarrësit. Kjo është numër 1. Qofse ne mbështetemi vetëm ke edukimi, të presim ne sa të edukohen njerëzit që të përdorin biçikletat, ose ne kemi shumë thjesht se kemi pas përdorur ato masivisht para 20 vjetëve, ose me mbetjet të mësohen njerëzit që duhet përdorin me plak plastike dhe çështja e edukimit është e rëndësishme, por nuk është prioritare. Qofse ne duhet ta kapim trenin e Europës, ne dhe të vendeve të zhvilluara në përgjithësi, ne duhet t'i bëjmë presion vendimarrjes. Do kthehemi sërish në studio dhe pikërisht për këtë do të bëj një koment të shkurtër. Zonja dhe zotërinj, po ndjekim emisionin në Ora Ekonomi dhe tema sotshme është ekonomia e gjelbër, është një term i ri, por më mjaft ndoshta benefite për ju dhe për ekonominë tonë. Të ndjekim një shkputje publicitare dhe kthehemi në studio sërish. Ja, të kemi kthyer sërish në studio. Tema sotshme pra siç folëm më parë është ekonomia e gjelbër. Të ftuar kemi zotin Lavdosh Feruni, i cili është aktivist mjedisor, Arjan Gaçi, i cili është koordinator projekti në PNUD për grantet e vogla mjedisore, Enet Maton, sipërmarrës ekologjik dhe sipërmarrës me biçikletat Ecovolis, dhe Mihal Sila, i cili është prodhues i paneleve diellore. Paneli sotshëm faktikisht është mjaft interesant dhe po shpjegon mjaft mirë benefitet e ekonomisë gjelbër dhe
të ardhmen ndoshta të ekonomisë shqiptare dhe benefitet për ekonominë tonë. Zoti Lavdosh Feruni pak më parë, për ju siç e keni ndjekur, përmendi idenë që qytetarë por edhe i politikbërësit duhet të jenë më aktiv për të promovuar pikërisht për ekonominë e gjelbër dhe benefitet e saj. Ndërkohë që duke bërë hulumtim para se të vija në studio, pash që Ministria e Ekonomisë thotë që janë dhënë 10 autorizime për ndërtimin e parqeve me erë, me prodhimin e energjisë elektrike me një fuqi të përgjithshme thotë të instaluar për rreth 1600 MW. Dhe gjithashtu janë thotë jemi në procedurë për 14 kërkesa si dhe për energji diellore. Pra duket sikur Ministria e Ekonomisë po merr hapa apo jo? Dhe sa të realizueshme janë këto? Nuk ka aktivism mjedisor që të jetë kundra energjisë erës, është energji e rinovueshme, është energji e gjelbër. Absolutisht jemi në favor të kësaj lloji energjie, edhe Shqipëria ka studime të mjaftueshme që i plotson parametrat që të jetë edhe nga pikpamja ekonomike e levërditshme. Por kur vim në terrenin shqiptar, duke u ndërthurur edhe me mënyrën se si merren vendimet, shpesh devijon nga ajo që ne dëshirojmë të arrijmë, që është eficienca ekonomike, që është mbrojtja e mjedisit edhe ruajtja e raporteve sociale e mirëqenies barazisë. Këtu nuk mund të brenda kësaj shifre 1000 ca mega është padyshim edhe super parku e eolik i Karaburunit me rreth 500 MW. Është një përmas gjigande e jashtëzakonshme, tepër e shëmtuar në një bregdet tepër të bukur. Pra, pyetja është një nga pyetjet, është ky lloj parku, kjo lloj energjie në këtë vend është më efektive apo jo? Ajo që thamë edhe në fillim, vlerësimi i ekosistemit. Unë them jo. E para nga ana ekonomike jep një imazh tepër negativ në pikpamjen vizive. Është një ndotje vizive e pa rikuperueshme, është një super gardh hekuri me 117 metra të lartë që janë kullat, se unë e kam parë projektin, se jam edhe nga ajo zonë dhe jam interesuar në mënyrë posaçme. 117 metra kull, 80 metra diametër, 250 kulla të tilla rreth e qark Karaburunit dhe pjesës perëndimore. Është një katastrofë. Këtë i kam parë nga avioni në Gjermani, në Holland, kudo. Edhe unë i kam parë, edhe në Itali, por ki parasysh një gjë, nëse kalon nëpër Itali, domethënë në zonën qendrore të Italisë deri në veri me mjet, do shikosh parqe të tilla, por nuk lejohet që pamja e parkut të jetë karshi fshatit. Më thënë se e krijon një ndotje vizive banorëve të atij komunitetit vogël atij të fshatit. E kam parë me tepër kujdes të gjë dhe është kështu realiteti. Pra, është një faktor që duhet marrë në konsiderat. Po nëse kthehemi, kjo është një anë. Nëse kthehemi në Karaburun, që do zë gjithë atë sipërfaqe dhe do shkatërrojë atë ekosistem që është Ariani e di shumë mirë se kam bërë studime për këtë gjë, është zonë e mbrojtur, me një ekosistem dhe një biodiversitet shumë të pasur. Është e papranueshme. Dhe nëse vime kë faktori social, domethënë grabitja e tokës atyre njerëzve që kanë 2000 vjet e më shumë që jetojnë atë ekosistem, fal mbashtrimit të dhive, të dhenve, kështu me radhë, ti përzësh ata njerëz edhe pa ndonjë kompensim fare, ti thosh shkor futuni aty në rrëz të malit aty në fshat ku keni dhe rini aty dhe po gjetëm në një vend si Roja t'ju fusim punë mirë. Pra, kjo nuk është ekonomia e gjelbër, nëse injorohet faktori social. Okej. Pra, një problem është i tillë, pra, që gjërat kanë nevojë që të vlerësohen nga gjithë anët, domethënë. Kështu që ashtu si me një thik mund të presësh bukur, por me një thik mund të vrasësh edhe një njerëz, pra nga një mjet mund ta bësh në armë, gjithashtu edhe rasti këtu është pikërisht diçka e ngjashme. Pra, do të themi unë pa hyrë në detaje, se ka detaje teknike për sa përket aftësisë që ka sistemi për të absorbuar pikërisht, sepse një nga problemet që kanë energjitë të rinovueshme është që energjitë të rinovueshme janë kapriçoze. Pra, fryner, ke, vjen reja, dhe kjo bën domethënë që sistemi duhet të kesh një sistem që të ketë një aftësi amortizuese kundrejt këtyre piqeve le të themi të energjisë apo këtyre mungesave të mëdha që ka energjia. Dhe ka një problem që për sa përket kësaj pune. Por problemi është i tillë. Unë do thoja për shembull që kemi dëgjuar për shembull që investimi i Karaburun ka për 100 miliard euro, le të themi tillë. Po mirë, dakor, po këto janë lekë që hyn nga dera dhe dalin nga dritarja, për arsye sepse Shqipëria nuk prodhon as turbina, nuk prodhon as kabull bakri,
dhe maksimumi i paras që do ngeli në Shqipëri ka për qenë paraja e maksimumi i betonit masë për këto, për bazën e tyre. Dhe gjithashtu do thoja, pra që të gjithë jemi që të ketë energji ere, që të ketë edhe energji hidro, por djalli është në detaj. Pra, shu si një herë një kohë që u tha që për efekt të independencës të Bukës, t'i qepemi maleve dhe kodrave, dhe t'i bëjmë ato ara pjellore, dhe u shkatrun kodrat e malet, gjithashtu ekziston rreziku dhe është real, që me idenë e të qendrit le të themi të pavarur nga pikpamja energjetike, t'i futemi të gjitha luginave dhe kanioneve dhe t'i kthejmë në pellgje. Do një balans, gjithmonë. Kjo është ideja. Dhe zëri juaj, këtu jam kurioz të di dhe zërin tuaj si organizatë ndërkombëtare. Në faqen tuaj zyrtare ju thonë se qeveria shqiptare dhe PNUD janë të angazhuar të mbështesin përdorimin e burimeve të energjisë së rinovueshme, të mbrojnë biodiversitetin, të njësojnë angazhimet vendase në kontakt ndërkombëtar të mjedisit. Më në veçantë për diversitetin që folën që parë. Pra ju thoni që ju po bashkëpunoni me qeverinë. Ka vesh qeveria apo unë nuk do të thoja që mund të flas në emër të PNUD-it, do të them, sepse sinqerisht nuk jam i autorizuar për të bërë këtë gjë. Unë mund të flas për sa përket eksperiencë personale. Gjithë problemi është ajo kontradikt që mund të duket në këtë që po them unë ka të bëjë me një fakt, domethënë që sistemi e ka parashikuar pikërisht këtë balancë nëpërmjet asaj që quhet vlerësim të kinj mjedis. Pra është një dokument që nëse bëhet ashtu siç duhet bërë, dhe nëse ka udhëzues dhe standarde që ky dokument bëhet ashtu siç duhet, atëherë është ajo që kam thënë deri tjetër unë që miqit piqet dhe hellit mos digjet. Pra, ekziston mundësia. Problemi është se sipas saj përdor sistemin. Vlerësimi i mjedis është edhe vlerësim strategjik mjedisor që fatkeqësisht akoma nuk është funksional. Po që se themi si po kemi strategji. Po që se themi strategji kemi shumë. Po që se themi që neve duam energji me çdo kusht, dhe po që se kjo thuhet në nivele të larta, le të themi, politik bërse, që ne duam energji me çdo kusht, atëherë kam mbaruar çdo gjë. Pra nuk mund të flasim më për ekonomi të gjelbër, sepse kjo shprehje presupozon domethënë që ato eksternalitetet, ato kostot e mshefura të mos llogariten fare. Ndërkohë, zoti Mato, aktualisht sot në Tiranë, në Shqipëri, në regjistrin e drejtorisë janë shënuar mbi 400.000 mjete transportit në gjithë vendin dhe duke nisur nga të dhënat derisa ato veturat zën rreth 70% të totalit të mjeteve dhe 75% e tyre janë mbi 10 vjet të vjetra. Çfarë impakti kanë këto për mjedisin? Ajo që shumë e rëndësishme sot është kjo, domethënë që të përshtasim konceptin e ekonomisë gjelbër që është i ri dhe për europianët në Shqipëri. Ekonomia gjelbër Shqipëri do ishte edhe më pak makina se që janë, jo vetëm viti prodhimit, por edhe numri makinave që janë në një qendër kaq të vogël siç është Tirana apo qendra të tjera, është 3 fishi apo 4 fishi i çdo vendi tjetër normal, domethënë. Për distanca aq të shkurtra unë e kam thënë punën e biçikletës në Tiranë dhe punën e makinës, saqë nuk ja vlen ta përsëris më. Por po të them për biçikleta, do një herë thuaj. Jo, ja vlen për aspektin e një qyteti që do një mjedis të paktën normal, në një Tiranë me një qendër aq të vogël dhe me një grumbull aq të madh makinash, është një shkatrim ose është një luftë e drejtë për drejtë që ne i bëjmë mjedisit edhe shëndetit tonë. Por për të përshtatur konceptin e ekonomisë gjelbër në Shqipëri, ne duhet ta shohim që në familje, në formën që ne vazhdojmë ngrohemi, gatuajmë me korrent, me elektricitet. Ne vazhdojmë lahemi me elektricitet me korrent dhe na shkon korrenti dhe uji gati 5.000 lekë një dush, domethënë që është absurde me buxhetet që kemi ne. Pastaj për ta marrë më gjerë te përdorimi i makinës për distanca qesharake që duhet ta marrim me vete nga mbrapa dhe që na kushton naftë, amortizim, servis e 100 gjëra tjera. Pastaj kur shkojmë me pushime në verë që kemi një mjedis shumë bukur dhe e shkatrojmë dhe ato pak mundësi që kemi që të thithim turistë dhe të bëjmë ekonomi nëpërmjet turizmit, ja heqim dhe ato vete sepse nuk dim të riciklojmë 2 kanoçe që janë lek, po i hedhim det. Dhe koncepti i ekonomisë gjelbër në Shqipëri duhet kaluar në përgjithë to hallka në jetën e përditshme të gjithë secilit, qoftë buxheti i familjes, mënyrën se si ne konsumojmë dhe gjejmë zgjidhje sa më të zgjuara, qoftë pjesa kur dalim jashtë qytetit edhe për rehati, për pushim,
qofte modeli që japin politikanët vetë, duke përdor makinat për distancat shkurtra me eskorte, me gjithë atë temenarat e tyre në lëvizje, që janë të kushtueshme dhe që janë dhe modeli i keq ose shembull i keq, sepse një nga shembujt që po shifja ishte Nixoni vuri panele diellore mbi shtëpinë e Bardh për treguar dhe për dhënë një mesazh të fortë qytetarëve amerikanë që erdhi koha e energjive të pastra. Erdhi Reagani e hoqi, nuk është se ishte një duel midis dy presidentëve, por mesazhi që jepte secili ishte shumë i qartë. Në një politikan që mbështet mjedisin dhe energjinë e pastër dhe një tjetër që nuk është simbolika se shtëpia Bardh do ngrohej me panel diellor apo do laheshin me energji të pastër. Është mesazhi që jep gjithë secili, nëse kryetari i bashkisë pedalon, njerëzit do e shohin si shembull të mirë. Nëse kryeministri përdor panele diellore ose përdor hec ose pedalon gjithashtu dhe nuk shkon me eskort në punë për distanca të tilla, normal që janë shembuj pozitiv. Në ekonomia gjelbër këtu, shembujt e politikanëve dhe se si do përkthehen shtëpitë tona apo se si do përkthehej te pjesa turizmit që e kam shumë për zemër, sepse po i privojmë vetes një të ardhur ekonomike shumë të mirë, pikërisht nga një e ardhur tjetër që do vinte nga riciklimi. Në ato kanoçe që nuk i riciklojmë dhe të marrim lek nga ato, i hedhim det, ne bëjmë një gabim të dyfisht. Pra, ju me sa shohni jeni kundër dhe ndërtesave të betonit në Bregdet dhe kudo? Po, ajo është kategorike që nuk është zhvillim i qëndrueshëm, që është i gjë që e kemi diskutuar shumë herë, domethënë për sa i përket mënyrës se si zhvillohen qoftë zona turistike, qoftë edhe zona jo turistike. Çdo gjë duhet të ketë një harmoni me natyrën, çdo gjë duhet të ketë një harmoni dhe me veten tonë, domethënë nëse ne vazhdojmë që të stimulojmë këto lloj ndërtimesh dhe të stimulojmë këto lloj peizazhesh, qoftë në Golem, me atë që ka ndodhur në Durrës, në Golem, vazhdojmë ta stimulojmë ndodhin në Sarand, në Himar apo në zona të tjera, atëherë është komplet përgjegjësia jonë, domethënë. Po zotëron. Po. Enedi përmendi Shkarazi edhe insistoni çike çështja e edukimit, e ndërgjegjësimit të njerëzve. Unë prap dua ta theksoj këtë gjë, edhe në rastin e Tiranës, edhe në ndonjë rast tjetër, që ndërgjegjësimi është një proces afatgjatë. Ne kemi nevojë në vendin tonë për masa radikale për ndryshime të shpejta. Siç marrim rastin e biçikletave. Pse nuk përdoren biçikletat në Tiranë? Kur përdoren në çdo vend tjetër, në vendet e ftohta dhe në mes dimrit, edhe në Shkodër përdoret më shumë akoma, meqense edhe ata kështu me cirk bëjnë se i shkojnë makinat mbrapa, edhe domethënë është problematike edhe këtu. Për shembull, makinat në vijet e bardha në Tiranë nuk respektohen, makinat e shohin veten shoferët prioritar me këmbësorin. Po, domethënë ata të shtypin po mos ishin vëmendshëm. Kush e ka fajin këtu? Se ka fajin as ai shoferi që dove 20 vjet ai të edukohet për këtë gjë, të shkojë njëri jashtë shtetit 2 herë, 5 herë, 10 herë ta shikoj. Fajin e ka bashkia që nuk i rifreskon vjet e bardha, nuk vë polica aty që ta gjobisin atë nëse e shef që i parakalon këmbësorit, ta penalizoj në mënyrë të forcuar, të detyrueshme ai ta respektojë këtë rregull. Duke respektuar këtë rregull, ai këmbësori ndihet më komod, dhe mund të përdori dhe biçikletën edhe tjetër. Ana tjetër, investimi që kemi thënë, unë prisja të flisë pak më shumë Enedi në këtë pikë. Është filluar të bëhen disa korsi për biçikletat, ka ngelur në vend s'është bërë asgjë. Ka 5 vite bën një prish një, s'është bërë asgjë. Pse mos ketë korsi për biçikletat, të eci i sigurt qytetarë, se ky është arsyeja kryesore pse nuk përdorin biçikleta, është që nuk ka korsi dhe ka rrezikshmëri për jetën. Atëherë këtë kush e ka në dorë? E ka ndërgjegjësimi apo e ka në dorë vendimarrja? E ka vendimarrja në dorë. Kështu që në këtë koncept unë mendoj që ne duhet të mshojmë fort vendimarrjen. Nëse vendimarrja nuk është në gjendje që ta përballojë, shoqëria civile, qytetarët kanë për detyrë të reagojnë, ta kërkojnë me forcë që të vendoset rregulli për këtë gjë. Ju jeni kundër edukimit dhe pro gjobave? Jo, nuk jam kundra, edukimi është në plan të dytë, në plan të parë është detyrimi për të respektuar mjedisin. Dhe tjetër edhe një detaj lidhur me këtë, lidhur prapë me edukimin. Dhe me rolin që ka qeveria dhe korporatat. Thamë që korporatat ka një rëndësi shumë të madhe, deri tani
në sensin negativ, shpresojmë që të ndryshojë diçka. Ka korporate që japin kredi faktikisht për panelet diellore dhe më të zbutura e tjera, pra janë banka të cilat në tregun shqiptar ndihmojnë pikërisht këtë linjë të re të ekonomisë. Kjo është pozitive, por në terrenin e Shqipërisë duhet ta themi këtë gjë, ta pranojmë. Ato që synojnë të hyjnë në terrenin e Shqipërisë janë industritë ndotëse. Industritë që s'kan të bëjnë as pak me ekonominë e gjelbër. Përgjithsisht kjo është tendenca. Dhe këtë kemi parë dhe kësaj duhet i ruajmë ne si vend i vogël. Për arsye se ato synojnë transferojnë ndotjen në një vend tjetër, dhe të përfitojnë dhe ekonomikisht. Siç e tham, karboni tani ka një CO2 ka një vlerë që vlerësohet dhe ai e zhvendos nga Italia, thotë e çon në Shqipëri ndotjen se ta paguajë Shqipëria këtë ndotje. CO2 dhe ai çlirohet nga kjo pagesë. Kështu që ne duhet të vendimarrë duhet të jetë shumë e kujtuar. Unë i mshoj kësaj ide për arsye se në një vend vogël me një presion të jashtëzakonshëm është pikërisht vendimarrja ajo që duhet të jetë barriera kryesore dhe edukimi është në plan dytë. Se shpesh ne synojmë të vëmë edukimin në plan parë. Kjo është mendimi im që duhet të ndryshojë situata. 3 milion qytetarë që bëjnë të njëjtin aktivitet, të gjithë bëjnë gabim, ndoshta ka më shumë dhe është më vështirë për të kontrolluar, ka më shumë impakt në mjedis. Jo, unë do të thojë diçka tillë, domethënë që kemi parasysh që të jemi realistë, domethënë që çdo politikan tek e fundit po qëse tregohet shumë i zellshëm në një moment caktuar ka për të humbur atë bazën e tij e zgjedhës, domethënë është fakt. Prandaj unë do isha realist, unë nuk do prisja le të themi që politikanët shqiptarë në një moment caktuar, megjithëse është irreale, nuk mund të ndodhë, domethënë, po sigurisht një politikan shqiptar të vinte të kërkonte të apo një kryeminist, meqense kryeministri është personi që i jep atë tonin, të kërkonte të vendoste rregulla le të themi që janë rregullat të tipit Hollandës. Nuk mund të bëhet, për arsye sepse në një moment caktuar dalim te problemi se sa mbështetje ka ekonomia e gjelbër në mes qytetarëve. Është jo ja thatë, jo e bot këtë pyetje. Qëse për shembull janë hequr më, do hiqen themi në prodhim. Është një pozitiv. Kjo është gjidhja, nuk mund presun tani që të edukohet ai qytetari që ti thot aty shitësit mos ma jep me qese plastike këtë se ndos ambientin. Unë mendoj që ai të ketë një çmim që mos ta marrë atë qesen. Dhe më fal, edhe një detaj, vim prap ke Tirana, ke ndotja që e dim gjithë vit për vit matet ndotja PM10, PM2.5, ndotje shëndeti, sëmundjet e respiratore, tjera, mbi standardet të gjitha këto radhë. Domethënë, kështu ka për të qenë, nëse nuk ndërhyet. Për shembull, një vendim pozitiv mendoj unë i qeverisë është heqja makinave të vjetra, se ai që ka makinë të vjetër, po mbi 10 vjet do hiqen ose do vënë taksë. Nuk ka ndërmend ta heqi. Po ajo që qeveria përmirësohet situata, përmirësohet shëndeti, përmirësohet jetesa e kështu me radhë. Dhe ndryshe nuk ndodh, po e pritet që vetë qytetari të ndërgjegjësohet që duhet heq makina, ai do ta mbajë 20 tjera. Këtu ka një problem social tjetër pastaj se duhet gjetë një mënyrë që të kompensohet ai që nëse do të hiqet makina etj. Është një çështje komplekse. Po, jo, pak a shumë nuk do të thoja për këtë domthonjë që e rëndësishme është të ketë një trajektore të planifikuar me hapa të vegjël, por me ama konstante, pra të ketë një përmirësim konstante dhe pra të ketë një hapa realist. Kjo është ajo që kërkohet, sepse sigurisht mbrojtja e mjedisit apo cilësia mjedisore kushton, është fakt, domethënë është prallë, po që se thuhet që domethënë një cilësi më lart mjedisore vjen me kosto zero apo larg qoftë edhe prodhon ndonjëherë, domethënë fatikisht mund të prodhoj, po ka raste që edhe kushton. Kështu që qytetarët shqiptar do kenë një mjedis që në një farë mënyrë është i lidhur dhe me të ardhurat e tyre. Është një vërtet të thoja mas e hidhur, po që duhet ta pranojmë. Dhe çështja është domethënë se sa mirë administrohen ato mundësi që i jep sistemi. Prandaj është mirë domethënë që unë pres që të ketë le të themi një lloj politikanët duhet të kenë një rol progresiv, pa humbur kontaktin me realitetin. Kemi një seri do kthehemi sërish në studio. Kemi faktikisht një intervistë me zotin Xhemal Nato, i cili ka marrë një iniciativë për të krijuar fshatin e parë themi krejtësisht ambientalist në Shqipëri, ku përdor panele diellore për të krijuar energji për ngrohje dhe për drejtësim. Të ndjekim intervistën dhe kthehemi sërish në studio. Në fakt, si familje, ne jemi shumë të lidhur me detin, ndoshta fillon nga unë, pastaj nga fëmijët e mi, dhe kështu që unë mendova që të bënim një lloj aktiviteti në Bregdet me kabina druri, bungalo, të cilat nuk kanë ndonjë ndikim shumë të madh në mjedis, sepse vetëm montohen aty, nuk ndryshojnë mjedisin, nuk janë ndërtime
të vazhdueshme prej betoni e prej gurësh, por janë ndërtime që provizore që edhe mund të lëvizin dhe kemi marrë një tokë me qira dhe kemi si thua investuar familjarisht në këtë lloj fshati ekologjik e kemi quajtur ne, meqense jemi munduar që të gjitha zgjidhjet të jenë në harmoni me mjedisin përreth dhe të jenë miqësore, si thua, me mjedisin përreth, por njëkohësisht edhe të shfrytëzohen burimet natyrore në mënyrë shumë mjedisore dhe të qëndrueshme. Konkretisht, për shembull, aty që kur u ndërtua u ruajtën bimët medicinale që ka vetë territori aty, agavet, gjithashtu ullinte e egër, gjithashtu të cilët tashmë kanë lullzuar brenda kampit. Pastaj tërë sistemi i 10-12 kabinave që ndodhen aty ndriçohet vetëm me energji diellore nëpërmjet paneleve fotovoltaike diellore. Pra ne përdorim fare energjinë e rrjetit për ndriçim, si rrugicat edhe mjediset brenda këtyre kabinave ndriçohen me energji diellore, me llampat e fundit të reja që kanë nxjerrë teknologjia, që quhen llamba LED, që harxojnë shumë pak, dhe me panele fotovoltaike që e kthejnë energjinë e diellit në energji elektrike nëpërmjet baterive dhe tër natën unë kam energji ndriçimi falas nga dielli. Njëkohësisht shumë zgjidhje të tjera ekologjike jemi munduar të zbatojmë aty, konkretisht për shembull tërë ujërat e shiut nëpërmjet ulluqeve ne i mbledhim në depozita të mëdha dhe ne kemi mbi 6.000 litra ujë shiu në periudhën e nxehtë të gushtit për të ujitur bimët, lulet e tjera. Njëkohësisht ujërat ne i kemi ndarë, ujërat e WC-s nuk i derdhim në gropën septike, ujërat e WC-s i derdhim në gropën septike, kurse ujërat e dushit dhe të lavamanit i kemi ndarë në një tubacion më vete dhe i derdhim në mjediset përreth, në mënyrë që ajo të kthehet prapë në natyrë për bimët që janë aty rrotull. Kështu që edhe uji ngrohet me energji diellore për dush, kështu që pothuajse është parë, natyrisht kjo është parë edhe me kolegët e mi, shumë nga kolegët që vinë aty për kënaqësi dhe më japin edhe ide, mendime se si mund të bëjmë zgjidhje sa më ekonomike, edhe ekologjike, edhe mjedisi të ruhet edhe në anë ekonomike të dalësh me fitim. Shumë shtete e kanë në një nivel shumë të lartë, në Gjermani kanë arritur që kostua e shpenzimeve të një shtëpie në energji të arrijë deri në zero, pikërisht duke përdorur edhe energjitë alternative, duke i kombinuar. Kështu që ajo ka filluar të aplikohet në botë. Tek ne duhen situash ndoshta disa shembuj që të binden njerëzit që funksionon, që është shumë ekonomike dhe gradualisht këto vitet e fundit ka dhe shumë njerëz që kanë filluar të aplikojnë. Ka njerëz, për shembull, unë sot një miku im po shkonte në Theth pikërisht për të instaluar një impiant të tillë, një pompë uji e cila punon tërë ditën me energji diellore dhe furnizon një depozit të madhe për tërë fshatin dhe ajo pastaj furnizon fshatin me ujë. Por është një energji që një pompë që punon me energji diellore falas tërë ditën që ka diell dhe në mënyrë automatike sa del dielli ajo fillon punon, sa ikën dielli pushon dhe ndërkohë fshati ka ujë falas pa paguar energji elektrike. Mendoni sikur kjo të ndodhte për shembull në të gjitha fshatrat tona ose në shumë shtëpi ose në shumë fermer që e kanë problem në Tiranë për shembull. Duke parë dhe përvojën tonë, e kanë vënë 2 fermer për hardhit e tyre, për kanë plantacione me rush dhe nuk interesohen fare tashmë që të vend si do ja bëjmë për ujin nga do jo t'i ujisim, se çdo gjë e kanë bërë në mënyrë automatike. Tërë ditën dielli ndihmon që ata të nxjerrin ujin apusi dhe ujiten tërë ditën me pika vet, çdo gjë ndodh në mënyrë automatike. Gjëra që kanë filluar. Vetëm puna është e njerëzve që të binden dhe të shohin që vërtet është një zgjidhje praktike edhe ekonomike.
Të nderuar teleshikues, besoj që ju ka pëlqyer ose i jeni intriguar nga inserti dhe nga eksperjenca e zotit Mato me fshatin e tij turistik. Dhe me sa di unë, ai nuk frekuentohet faktikisht shumë nga turistët shqiptar. Dhe një ndër arsyet që mora vesh unë është që aty nuk ka televizor, kështu që ndoshta është kjo pjesë e kulturës, e ndryshimet e tjera me radhë. Zoti Sila, ju përmendët pak që parë që në Shqipëri ose qytetarët shqiptarë që përdorin panelet diellore që kërkojnë për jush, zakonisht janë ata që janë kthyer nga Greqia apo nga Italia, po? Është e vërtet, sepse informacioni që kanë ato në drejtim të paneleve diellore, ngrohjes së ujit të tyre dhe eficiencës që kanë ato në drejtim të faturës e energjisë elektrike, është goxha e arritur ose e pranueshme. Prandaj, kjo është kategoria më e edukuar, është më e sjellshme dhe është kategoria e cilët i kërkojnë më tepër prodhimet tona. Por kjo duke mbështetur edhe ato kolegët e mi parafolës, pa dashur të rrëzoj bendimet e të gjitha energjive të tjera të gjelbërta, unë do të mbëshoj energjisë së sigurimit të ujit të ngrohtë, pra të paneleve diellore që ngrohin ujin, sepse është një përfitim indirekt i kursimit të energjisë elektrike, pa e prodhuar atë. Dhe panelet diellore që ngrohin ujin kanë një eficiencë goxha të lartë, shkon nga 50 deri në 60%. Ndërsa panelet diellore që prodhojnë energji elektrike, të cilët përdoret vetëm për ndriçim, kanë një eficiencë maksimale 15%. Dhe 1 kW i prodhuar nga një panel diellor kushton goxha dhe 1 kW i kursyer nga panelet diellore që prodhojnë ujë kushton shumë pak. Një panel diellor që prodhon ujin e ngrohtë për një familje zakonisht kursen 8 deri në 12 kW çdo ditë. Pra, do të thotë që ky 12 kW nuk do të hyjë në sistemin e transmetimit, nuk do hyjë në ato telat, në ato kabllat, në ato nën stacionet, në ato gabinet dhe nuk do të kemi asnjëherë ndërprerje të ujit të nxehtë në një familje. Kështu që unë gjykoj që përdorimi i paneleve diellore për ngrohjen e ujit jo më i ka ardhur koha në Shqipëri si një vend mesdhetar, por do të themi që pothuajse është e kaluar si kohë. Ti vendosësh to në terracat e pallateve që zakonisht në Tiranë. Jo, pra unë pak më parë u shpreha që kërkojmë që në rrugën tonë të marrim me vete edhe arkitektët. Duke marrë me vete edhe arkitektët, ata do të na bëjnë vizatime apo projekte apo projektime në mënyrë të tillë që këto godina të mos shëmtohen ashtu siç janë shëmtuar apo siç shëmtohen një pjesë e mirë e godinave, sepse është e pafalshme që në një pallat 12 katësh të vendosin vetëm një panel diellor me një depo ujë mbi të, në të cilët jo vetëm shëmton gjithë ambientin, prish arkitekturën, është e rrezikshme, por unë për veten time jo në pak raste e gjej veten të thyer kur ndodhem me njerëz me një lloj edukimi në këtë aspekt, kur bëjmë vetëm zgjidhje private. Nuk duhet bëjmë zgjidhje private, ne duhet bëjmë zgjidhje kolektive. Energjia ose pajisjet që ngrohin ujin janë pajisje të thjeshta, montohen në çdo vend të banesës, mjafton që një familje do të ketë 3 deri në 5 metër katror hapësirë dielli dhe ajo siguron ujin e ngrohtë pothuajse në pjesën ndërmuese të gjithë vitit. Prandaj thash arkitektura do të jetë pjesë përbërëse e mënyrës së sigurimit të ujit të ngrohtë. E para, e dyta, Kjo është për të ardhmen, por aktualisht po pyes, për këto pallate që kemi sot, pallatet e vjetra, pallatet e reja që ndërtuara. Do të rikonstruktojmë, të përshtasim, sepse duke i arnuar më shumë i shëmtojmë se sa kurse me energji elektrike. Nuk edhe një pyetje që ka ardhur nga publiku, a ofron tregu shqiptar pyet dikush panele fotovoltaike për periudhën për prodhimin e energjisë? Mund të përgjigjem. Po, patjetër. Ja, mund të përgjigjet faktikisht zoti Gaçe. Po, fatikisht ofron. Ofron, sigurisht nuk është se i gjen le të themi letshëm, mjaft të shkosh në një qendër të madhe tregtare dhe të gjesh një dyqan që të themi të shesi këtë gjë, po fatikisht ofron. Mund të ketë 3, 4, 5 pika në Tiranë për shkak që ofrojnë.
Çfarë janë benefitet e kësaj? Cilat janë? Panelet fotovoltaike, pra që prodhojnë korrent nga dielli, janë gjëra le themi pak speciale. Pra ja vlejnë atëherë kur ti nuk ke akses në rrjetin normal të energjisë. Pra kostoja e prodhimit që e tha zotëria është shumë më lartë se sa le themi eficienca le themi e vjeljes së energjisë diellore është më e ulët se sa në rastin e paneleve për ngrohjen e ujit. Pra përgjigjja është po. Sa është kostoja? Kostot pastaj ke parasysh që Shqipëria është tregu vogël, duke qenë tregu vogël, domthonë kostot janë më të larta se sa në treg të madh. Domethënë të pasubvencionuar, me sa di unë, do thoja në Gjermani e këtej janë rreth 3 euro për watt. Pra është 3 euro për 1 watt fuqi paneli. Në Shqipëri mund të shkojnë edhe 5 dhe më tepër. Pra, sigurisht, gjithmonë njëherë kur pyet dikush do që të marrë një përgjigje të shkurtër të saktë. Përgjigje të shkurtër të saktë përgjithsisht nuk ka, për arsye se janë dhe kostot e instalimit. Por për aq sa bë pyetja, po, ka. Po, unë jam çik më themi më interesuar për këtë çështje dhe gjithmonë në kuadrët e asaj që diskutuam për llogaritjen edhe të faktorëve të tjerë. Dihet që në Gjermani për shembull është po ecën me ritme shumë të shpejta, në Spanjë instalimi paneleve fotovoltaike për prodhim energji elektrike. Në Itali shumë fermerë po presin vreshtat edhe mbjellin panele fotovoltaike për prodhuar energji. Tani problemi këtu është që përfshirja e shtetit në këtë vendimarrje. Dhe unë mendoj që ka ardhur koha që edhe në Shqipëri të heqim dorë nga opinioni që janë të shtrenjta dhe nuk bëjnë për Shqipërinë. Duhet të provuar dhe një nga gjërat më të rëndësishme që do t'i kërkohet dhe Rios nga informacionet që kemi është që në mënyrë që biznesi, korporatat, qeveritë të japin shembullin që janë dashamirëse me ekonominë e gjelbër, duhet të vihet në funksion promovimi i praktikave të qëndrueshme. Xhemal Mato ka bërë një gjë të mrekullueshme aty, është një gjë shumë e mirë, është një model që ai ka krijuar, por është një individ që ai ka krijuar. Tani pse mos krijoj një model e gjithë shoqëria, dhe kur them këtu shoqëria, domethënë e drejtuar nga qeveria shqiptare, pse mos marrë një fshat, pse mos marrë qoftë edhe një qytet të vogël, të themi Orikumin, të instaloj të vëj edhe ndërtesat të izoloj me domethënë që të jenë të kursejnë energjinë, të ketë panele diellore në dominancë ose me një strategji që për 20-30 vjet të mbështetet në këtë lloj energjie dhe të jetë një model që ta ngrej shteti, pra të futet në rol aktori më kryesor që është qeveria. Dhe këtë ai mund të kërkojë edhe bashkëfinancime për këtë gjë edhe nga donatorët e huaj, se realisht ato gjithë modelet që bëhet, ja ku është projekti UNDP-s, në një projekt tjetër i Bashkimit Evropian, po shumë rrallë që fokusohen në këtë drejtim. Pra, unë im shoh gjatë gjitha intervistës, jam shumë i bindur në këtë gjë që qeveria duhet të orientohet fort në terma praktike për këtë gjë. Pra duhen ndërtuar modele reale të subvencionuara që të jenë funksionale. Dhe natyrisht edhe me politikat përkatëse për të harmonizuar dhe për të krijuar vazhdimsinë dhe qëndrueshmërinë në treg. Unë do kisha diçka domethënë, ajo është fakt, domethënë po të shkosh në Itali, le themi, shikon që vreshtat janë kthyer në panele fotovoltaike. Që për mendimin tim është gjëja që nuk duhet ndodhi. Është efekti deformues i tregut si pasojë e subvencionimeve. Domethënë shpresoj që një gjë e tillë mos ndodhë në Shqipëri, domethënë. Ka kuptim. Po 200 vjet qeveritë kanë subvencionuar industritë e naftës, industritë nukleare, industritë e pesticideve. Tani le subvencionojnë disa vite energji. Pa një sekondë, pra nuk është se jam kundër subvencionimit të energjisë diellore, le themi për një familje, tregu ka provuar që i shkatron mjedisin, forcat e tregut. Po e lanë në dorë të forcave të tregut, mjedisi edhe planeti ka marrë fund. Ashtu që thash, idealli është në detaj. Pra, domethënë që po qëse bën fjalë për një familje, le themi në Theth, që do të ketë energji diellore apo një familje në Tiranë që do të instalojë një sasi të caktuar panelesh diellore, dhe unë subvencionohem nga shteti, unë nuk kam kundër kësaj, jam pro kësaj. A ka në Shqipëri programe nga qeveria shqiptare që pyetje që vjen nga televizionistë për subvencionim? Jo, nuk ka. Për momentin nuk ka.
Pra, ama tani qeveria shqiptare po subvencionon aroret, edhe sot ishte lajmi, më fal që ndërpreva se dolen një çik nga tema. Vetëm ta marr se s'keni të shumë kohë. Po sot ishte lajmi, janë ndjekur pyjet qëllimisht në Elbasan, është katastrofë ekologjike, si ajo që tha Ariani në fillim t'i qepin maleve e kotrave, janë qepur kotrave i presi që të mbjedhin arore se marrin subvencion. Kjo po është degenerative që të shkatrosh është mjedisin. Faj ndoshta qytetar, nuk ka të bëjë Pra, le të themi pak sa do përsëris atë mendimin që kisha fillimisht. Pra që ka kuptim që të bësh le të themi panele diellore, ferma të mëdha me panele diellore le të themi në shkretirat e Libis apo të Saharas, po nuk ka kuptim që të kthesh peizazhet e bukura të mesdheut në pasqyra diellore. Tu është problemi domethënë. Zoti Mato nuk e di nëse ke diçka për shtuar. Një gjë shumë të rëndësishme kisha për të shtuar, ndërsa që gjithve kur na vjen fatura e korrentit në fund muajit, na vjen mendja vërtet, ndërsa aty në fshatin ekologjik në Porto Palermo, faturisti kalon kështu tangent me kokën ulur se s'ka çat faturoj asnjë gjë. Dhe kjo është shumë e mirë dhe nga ana ekonomike, po edhe në shumë aspekte tjera nga ana mjedisore që po fliste edhe i madh. Për sa i përket ekonomisë gjelbër, ta përmbledhin edhe një herë, domethënë nga e para është një koncept që i drejtohet korporatave. Ekonomitë janë të babzitura dhe nuk është se pyesin për mjedisin dhe nuk janë të ndjeshme për sa i përket çështjeve mjedisore. Është një taktik e ambientalistëve shumë e zgjuar që t'i bëj hesapet financiare që nga kjo përfitoni kaq, krijoni kaq vende pune etj etj. Në Shqipëri unë do e shqiptarizoja në drita. Vazhdojmë përdorim gjithë në shtëpi poça në lampa 100 wattse që janë konsumi po të konvertoheshin me lampa më të vogla, 10 fish më të shtrenjta. Kjo do ishte ekonomia gjelbër në shtëpitë tona dhe më gjërë e folëm dhe më parë. Zoti Feruni? E fundit? E fundit. Në fund do doja të theksoj një gjë që mendoj se është shumë e rëndësishme. Ne flasim për zhvillim qëndrueshëm, kemi parasysh prodhim i qëndrueshëm. Por duhet, sidomos në Shqipëri, të fillojmë të merremi fort me atë që quhet konsumi i qëndrueshëm. Pra mënyrën si konsumojmë produktet dhe të mirat materiale dhe shërbimet. Për shembull, është një konsum i qëndrueshëm nëse ne japim dominancë edhe si qytetar, po edhe si politikbërje, ecjes me bicikleta dhe në këmbë maksimalisht në Tiranë. Është konsum i qëndrueshëm nëse ne refuzojmë maksimalisht përdorimin e plastikave. Për arsye se shteti, taksapaguesit, ne nuk kemi në gjendje të përballojmë kostën për riciklimin dhe për groposin edhe për insenerimin e këtyre. Kështu që duhet ndryshuar modeli i konsumit. Modeli i konsumit është shumë i rëndësishëm nëse ne si vend duhet të ecim përpara. Nëse ne do të vazhdojmë të ndjekim modelin që kanë ndjekur vendet e zhvilluara 40-50 vjet përpara apo që e ndjekin sot disa vende në zhvillim, ne duhet ndjekim një përqasje të re që të jetë shqiptare. Dhe ne kemi një model, që kemi një modelin e 20 vjetëve më përpara, që në shumë aspekte, ashtu siç kemi qenë negativ në shumë drejtime, në shumë aspekte tjera kemi qenë një shtet ekologjik. Atëherë zonja zotrin, folëm sot për ekonominë e gjelbër dhe kishim të ftuar zotin Gaftosh Feruni, aktivist mjedisor, zotin Erik Gaci, i cili është koordinator projekti në PNUD për sa i përket granteve të voglave mjedisore, zotin Enet Mato, sipërmarrës ekologjik dhe zotin Mihal Sila, i cili është prodhues i paneleve diellore. Ekonomia e gjelbër, pra siç vumre, ndihmon edhe vetë ju qytetar, pra që të kuptoni rëndësinë e energjisë së rinovueshme, siç ishin panelet diellore, ju ndihmon në uljen e shpenzimeve mujore energjetike dhe shpresojmë që ky emision t'ju ketë ndihmuar të kuptoni çfarë ishte ekonomia e gjelbër dhe si mund t'ju ndihmojë ajo pikërisht pra në buxhetin mujor. Atëherë ju falenderoj për vëmendjen dhe shihemi sërish javën e ardhshme. Natën e mirë.